Deputetë dhe deputet të Kuvendit të Republikës Shqipërisë, para se të paraqes rendin e ditës për punimet e seancës parlamentare ditës së sotme, e ndjej për detyrim t'ju informoj dhe të ndaj me ju një qëndrim lidhur me shqetësimin e krijuar ditët e fundit nga një material informativ i përgatitur nga biblioteka e Kuvendit, i cili përmend figura historike të lindura në muajin tetor, përfshirë edhe Enver Hoxhën. Kam vlerësuar me shumë seriozitet edhe kërkesat për qëndrim ndaj Institutit Parlamentar të Kuvendit dhe marrjen e masave për transparencën e shërbimit të botimeve dhe bibliotekës parlamentare adresuar tek unë respektivisht nga zoti Belind Kılliçi dhe zonja Greta Bardeli. Në emër të Kuvendit të Shqipërisë dua të shpreh keqardhjen edhe ndjesën për keq kuptimin dhe perceptimin e krijuar, pavarësisht qëllimit thjesht informativ të materialit, pa pasur as pak synimin të mbrojë apo vlerësoj ndonjë figurë të veçantë. Aq më tepër Enver Hoxhën, i cili është përmendur vetëm për shkak të datës së lindjes. Teksti është nxjerr pa interpretim nga fjalori enciklopedik i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Por me sa rezultoi nga shërbimet përkatëse të Kuvendit, nuk është mbajtur parasysh siç duhet se në komunikimin publik perceptimi i krijuar merr shpesh një peshë të krahasueshme me peshën e faktit. Përkundër kësaj, mënyra e prezantimit të këtij materiali ka krijuar perceptimin e gabuar dhe nxitur shqetësim, veçanërisht tek familjet e viktimave të regjimit komunist dhe të gjithë shqiptarët që mbajnë mend vuajtjet e asaj periudhe. Ajo periudhë nuk duhet kujtuar në mënyrë të pakujdesshme dhe pa llogaritur mirë ndjeshmërinë publike. Për të adresuar të situatë dhe për të parandaluar keqkuptimet mëtejshme, i kam kërkuar Institutit Parlamentar një rishikim të plotë të procedurave të brendshme të Bibliotekës Kuvendit për të siguruar që materialet e ardhshme të shoqërohen me kontekst të qartë historik dhe të shmangin çdo keq interpretim. Do të mbahet gjithmonë parasysh që materialet e dala nga Kuvendi të jenë korekte jo vetëm teknikisht, por edhe politikisht. I kam kërkuar sekretarit përgjithshëm të përgatisë një material propozues për Byron e Kuvendit që garanton mbarvajtjen e funksionimit të sekretariatit për kërkimin parlamentar, bibliotekën dhe botimet parlamentare si një garanci për neutralitet politik të punës kërkimore dhe botimeve të institutit. Faleminderit.